Parlamenti i Rusisë miratoi ligjin kontrovers që ndalon propagandën homoseksuale. Projekti ligji është pjesë e një seri masesh konservatore sociale dhe pati mbështetje të plotë në parlament, ku vetëm një deputet abstenoi nga votimi. Ky ligj do të ndalojë përhapjen e propagandës së marrëdhënieve seksuale jo tradicionale mes të miturve dhe do të imponojë gjoba për shkelje të rënda. Ne kemi nevojë për të mbrojtur shoqërinë tonë tradicionale ruse. Martesa është e shenjtë në të gjitha fetë. Situata jonë demografike nuk është e lehtë. Pra, çdo gjë që pengon zhvillimin e një familje normale, natyrisht do të jetë kufizuar në Federatën Ruse, tha zëvendës kryetaria e Dumës, Elena Drabeku, për gazetarët. Kritikët thonë se ligji do të ndalojë të gjitha të drejtat e homoseksualëve për mitingje dhe ata do të jenë të friksuar, pasi do të ndiqen penalisht nëse ata shprehin mbështetjen për homoseksualët. Teksa ligjvënësit miratuan ligjin kontrovers, policia e Moskës arrestoi rreth 20 aktivistë, të cilët kishin dalë në protestë jashtë ndërtesës së Dumës. Vladimir Putin, i cili ka mbështetjen e plotë të kishës ortodokse ruse, ka mohuar se Rusia diskriminon homoseksualët, duke thënë se ai i kritikon ato pasi kanë ndikuar në ngadalësimin e rritjes së popullatës, e cila ka rënë ndjeshëm që nga rënja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, ndërsa aktivistët thonë se dhuna kundër homoseksualëve është rritur ndjeshëm që kur Putin u kthye në Kremlin pas 4 vjet si kryeministër.